Spektakli i mbrëmjes së sotme është një nga spektaklet më të pritura në Big Brother, pasi është paralajmëruar që do ndodhin shumë ngjarje të ndryshme. Megjithatë, ajo që sërish tërheq më shumë vëmendje është marrëdhënia midis Mateos dhe Brikenës. Për ata që nuk e dinë, Brikena dhe Mateo patën një diskutim ditë më parë, ku ajo ka vendosur pikat mbi i dhe ja ka bërë të ditur atij që e shikon vetëm si mik dhe asgjë më shumë. Kjo gjë e ka stepur Mateon 3 hapa pas, i cili është mërzitur shumë nga kjo deklaratë e saj. Megjithatë, Brikena është parë shumë e përlotur në obor dhe nuk dihet të jetë shkaku Mateo, por njerëz nga publiku thonë se ajo nuk e di reagimin e familjes, prandaj edhe po zgjedh këto vendime. Pra në momentin që një pjesëtar i familjes së saj do t'ia bënte të ditur që e pranon Mateon, edhe ajo do të ishte më e lirë aty brenda. Megjithatë, ka patur disa pikë pyetje që kanë shokuar rrjetin, pasi pretendohet që ditën e sotme të futet ish e dashura e Mateos nga emisioni i Përputhen brenda në atë shtëpi. Kjo gjë do të trazonte shumë rrjedhën e ngjarjeve dhe mendohet që të shikohet një Brikenë shumë xheloze, por nuk është një informacion zyrtarisht i saktë. Këto janë thjesht aludime, të cilat mund të jenë të vërteta dhe nuk mund të jenë njëkohësisht. Një anë e publikut dëshiron shumë që ta shikojë këtë hyrje të ish së dashurës së Mateos për të parë reagimin e Brikenës, ndërsa të tjerë thonë që kjo hyrje e saj do të shuajë të gjithë marrëdhënien apo interesin që Brikena ka patur për Mateon. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë do të na duhet të presim prajmin e ditës së sotme për të zbuluar gjithçka. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni që ish e dashura e Mateos do të hyjë në shtëpi dhe në qoftë se po, cili do të jetë reagimi i Brikenës? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.